Po, shumë faleminderit për këtë bisedë. Në fakt, Qendra e Konsumatorit Shqiptar është një organizatë joftëtimprurëse e themeluar prej tashmë më shumë se sa 10 vite dhe kanë fokus pikërisht në mbrojtjen e konsumatorëve. Kur flasim për mbrojtjen e konsumatorëve, i referohemi në fakt jo vetëm sikurse ju e thatë sigurisë ushqimore dhe produkteve ushqimore, por në tërësi produkteve jo ushqimore, i referohemi kontratave ndryshme që konsumatorët lidhin në mënyrë të veçantë shërbimet që ato marrin nga operatorë të ndryshëm, qofshin këto me natyrë publike, ashtu edhe operatorë që ofrojnë shërbime me karakter privat. Duhet teksuar që qendra në fakt prej vitesh ka pasur në fokus drejt për drejt të gjithë konsumatorët, duke mbrojtur jo vetëm interesat individual, e përkthyer ndryshe në mbështetje të tyre dhe në asistencë ligjore apo asistencë teknike për sa i përket hartimit dhe draftimit të ankesave apo ndjekjes së këtyre pranë institucioneve publike, ashtu edhe pranë sistemit gjyqësor në ato pak raste ku ka pasur, por në mënyrë të veçantë fokusi është pikërisht tek mbrojtja e interesave kolektiv, që do të thotë në një terminologji tjetër, përkthehet kur interesat e gjithë konsumatorëve ose si rezultati një ankese që adresohet për Qendrës Konsumatorit Shqiptar, mbrojnë në fakt interesat e të gjithë konsumatorëve. Zoti Doçi? Me shumë interes dhe dëshirë, ne ju bashkuam iniciativës Qendrës Konsumatorit Shqiptar për të bashkuar forcat dhe për të zhvilluar dhe zbatuar këtë projekt, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe fokusohet pikërisht në atë rolin dhe kontributin e shoqërisë civile për mbrojtjen e konsumatorit. Dhe në këtë kontekst, si thuash, ne bashkuam forcët në kuptimin që organizata jonë ose Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike është e fokusuar kryesisht në zhvillimin e kapaciteteve. Dhe ne menduam së bashku me Ersidën se zhvillimi i kapaciteteve, qoftë të shoqërisë civile, por edhe të administratës publike, përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit, është një element shumë i rëndësishëm, thelbësor, për ecurim pozitive edhe në këtë fushë. Dhe në këtë kontekst, neve e zhvilluam këtë projekt që kombinonte zhvillimin e kapaciteteve nga njëra anë dhe pastaj ndërhyrje konkrete nga ana tjetër për të përmirësuar gjendjen lidhur me drejtat e konsumatorit në Shqipëri.